Kur Allah thret ja ju alladhina amanu ju që keni besu, është sikur se me thirr në amen. Po drejtohet ty se ti je besimtar. Dhe prej këtyre ajeteve e kemi ajetin e praktikës. Në surën Saf, ku Allah thot ja ju alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O ju që keni besu, pse thani atë që se veproni. Kaburat maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Është shumë gjëna e madhe Allahu me thonë ato që se vepron. Ai njeri që vën zbatim dijen, gjason me pejgambert, siç e përmend Ibn Taymi në librin Dallimi mes evlijave të Rahmanit dhe evlijave të Shejtanit. Dhe ai njeri që ka ditori pa praktik i ngjason shejtanit. Ndaj njeri i mirëfillt sigurisht që do të jetë prej pasuesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jo prej pasuesve të iblisit. Edhe kur e din këtë çështje se ose do të jetë në kranin e djathtë ose të majt, padyshim se mundohet gjithmonë të jetë nga pasuesit e pejgamberit alayhi salam. Zatën e ditën e gjykimit, Allah i dërguari sa na rrëfen një skenë që ka të bëjë me praktikën. Kur disa njerëz vinë te haudi i tina, që mënon Imam Buhariu në Sahih, dhe i thonë o i dërguari i Zotit, ne jemi pe umetit tan, pejgamberi sa tenton për më ndihmu, ju bë zgjidhje. Ndërsa melekët i largojnë dhe i thonë këta kanë ndryshuar prej asaj që te ke kërkuar. Pra e kanë ndryshuar pastaj, se kanë jetësuar. La tadri ma hadathu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk din se çka kanë vepruar pas vdekjes sate. Pra nuk kanë vepruar karshia asaj që është kërkuar. Dhe kjo është shkak që padyshim ata përfundojnë në përfundim të tillë larg pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si rrjedhoi Allah na ruajt, është edhe xhehenami si vend strehimi i tyre. Ndaj me u mundu dijen me vendosë në praktik. Është e kuptueshme, kjo sa rrihet për një ditë, as për dy, po don kohë gjatë. Imam Maliku përmend se Omeri radiallahu anhu e ka mësuar surën Bekara për 12 vite në Muwatta. Jo që Omeri s'ka pas aftësi, se na e din aftësitë e tina, ndoshta për një ditë e kish mësuar përmesh. Por thot nuk kam mësuar jetë se kom vendos praktik, dhe s'kom kalu në tjetërën pa e vendos në praktik. I tillë është edhe djali i tij, që përmend Imam Maliku ibn Omeri. Pra qëllimi i këtyre njerëzve nuk ka qenë sasia, po cilësia. Apo përmend Ibn Taymi, shejh, kur flet për Khalid ibn Walidin. Në Majmua Fatawa thot ky sahabi nuk ka ditë për Kuranit përveç Fatihan dhe Qul huwallahu ahad. Nuk ka pas hifz më të madh. Po i dina dëvëmat e tij, Sejfullah il-Maslul, shpata e mbret e Zotit, e ka marrë këtë titull jo me teori, po me praktik. Ndaj, si që përmend Ibn Taymi, thot, mendoj me kujtojnë njerëzit me një gjë, ka vepruar më shumë se që ka ditë. Kjo shumë thelbësore, që vepra tjetë më e gjërë se sa dituria në aspektin e konkretizimit. Pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa shikojmë, ai ka folë për vlerën e namazit natës. Por nëse krahasojmë praktikën e tij, se si e ka falë namazin e natës, se sa jo kanë ndërkombët, e shohim se vepra e tij e te kalon shumë ma te pra atë aspektin teorik që e ka përmend. Ibn Abi Dunya në librin Qiyamul Layl i përmend dikun 800 ethera dhe hadithe në këtë çështje. Duke lexuar, ndoshta ta bëj një analizë sa janë teorike, sa janë praktike. Nuk kalojnë 5 teorike. Gjithë është praktik që ka kam pas sahabë. Ibn Mesud të regon uli, dhe pas ti filloj me surën Bekara, thash do të ndërpres pas 100 ajete, vazhdoj, thash do të ndërpres, do të bjen ruku, kur të përfundon, filloj me Ali Imran, Nisa, Ran, në ruku në Maide, qëndroj në ruku son kam, e kështu me radhë. Pra përshkru në detaj. Nuk ka hadith që pejgamberi sa më thot lexon e Bekarën, edhe Ali Imran, Nisa, Maide, por praktike e tina. Ndaj, duhet që të flet me shumë vepra se sa teoria. Dhe kur thot khudu ani menasikekum, mësoni prej mu,
Në praktike, veprat e haxhit mësonin prej mu, nuk i ka dalë me jo tregu, tash jemi te mikati, ta veshim ihramin, pastaj vazhdojmë. Po jo praktikisht u ka mësuar. Ose për namazin, si ka thënë pejgamberi, sallu kema ra'aytumuni usalli. Falni ashtu se më keni pa duke u fal. Një profesor duke shpjeguar çështjen e rëndësinë e praktikës, na tha kur të them të re, ju rrehni gjithë shblok. Edhe tha 1, 2, e pastaj i rrehin durt dhe këtë klasa i rrehin durt. A nuk tha 3? Sta 3. Tha e pse rreth shblokun sta 3? Se njerëz kur shojnë të vepru, s'ka nevojë më për fjalë. Në ka vend më fjalë. Ndaj nëse Zotin të jem për ty në hoqë, njerëz ta marrin fen më shumë prej praktikës se sa prej teorisë. Dhe po ashtu, siç e thash fillim, nëse s'ka praktik, teoria s'ka vlerë. Allahu na për mësoft.